gjithë kjo betejë që bëhet për festa e Republikës Greke në Tiranë, angazhimi Kishës, angazhimi i Fredi Belerit, angazhimi personazheve ndryshme, do të thotë në fundit që ka një shpresë që mund të ndikohen të vota. Tjetër. Si ndikohen të vota? Si ndikohen, po tani janë dy grupimet po flasim për votat e Greqisë. Po janë dy grupimet më të fuqishme, të cilat po përdorin elementin grek, për të tërhequr nga vetja, duke dhënë premtime, dhe ne kemi parë dhe në fushat. Prandaj po shko Rama 3-4 herë në Greqi, 5 herë. Patjetër, sepse janë votë rëndësishme. Ka alarm. Po ka alarm, sepse ajo votë do të ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë në atë që do të jetë prodhimi numrit mandateve. Dhe është një votë çuditërisht, por jo dhe aq, e pa klasifikueshme. Pse? Sepse emigrantët është një gjë çfarë hidhet në fasadën politike dhe është një gjë tjetër si punohet në rrogos, që do të thotë duke punuar me lobin grek në mënyrë konstante, automatikisht ndikon dhe ke vota. Kush grup politikës më i fuqishëm në këtë pjesë, është më shumë... Le ta themi më thjesht. Në Greqi, kësaj radhe, pra, shteti grek i ka lënë të lira. Pra, le të votojmë këtu, sepse shteti grek ka bërë llogarinë që kushdo që të vinë pushtet, qoftë Rama, qoftë ai, janë të mirë, punojnë për mua dhe për mua s'ka rëndësi. Në 2013-ën, kur shteti grek... Fredi Beleri nuk ishte me Ramën tani se. Po, Fredi Beleri ishte me Ramën, Fredi Beleri kur afua. Po, pritu për jo, se vërtua, se ishte me Ramën, Fredi Beleri. Rama vajti bëri fushatën Fredi Belerit në Greqi. A kërkonte të votojnë Mitsotakis. Po tash si që nga me Ramën, po me kë pas ka qenë? Fredi Beleri. Po me kë pas ka qenë? A vajti në Greqia dhe ju bënte thirrje shqiptarëve votoni për Mitsotakis, i cili ai doli nga burgu si martir. Jo, pra tash mos flasim kështu. Ai doli i përdjekur politik. Mitsotakis e kandidoi Fredi Belerin për deputet. Dakor? Që ishte një lloj shuplake për Shqipërinë të tipit që ajo që ju i keni atribuar atij. Dhe ky Rama e hëngri këtë shuplake, pra hëngri turpin me bukë, edhe shkoi dhe i bënte thirrje shqiptarëve që votoni për Mitsotakisin.